Asistenca sociale o shkatrimi i Shqipërisë. Kështu ka thënë ky burri që i beson atij zotnis atje, presidentit Trump. Dhe kur kam dalë kam thonë që shkatrimi i Shqipërisë është asistenca sociale që t'ja ungull në tru. Keni dalë në komentet e tuaj dhe më keni shajt sepse kam thënë që njerëzit që marrin asistencë sociale, që janë me kom, me dore, me sy, janë mashtruesa. Dhe nuk mashtrojnë vetëm veten e vet, por mashtrojnë dhe brezat që do të vinë, mashtrojnë fëmijët e tyre që i çojnë në përshkolla, marrin energji elektrike gratis, marrin lek, dhe këtë histori kanë shku dhe kanë bërë dhe atje, ku presidenti atij shteti është biznesmen, ka laps letër dhe vetëm nëpërmjet djersës ka hecur përpara dhe ka shkuar atje ku duhet shkoj me gjitha të komp. Zotnit në Rum, nuk ka problem politik këtu, po ne na ka rreshtu në ato vende që rrejnë, në ato vende që nuk thonë të vërtetën, kështu që futeni në men, sepse jemi populli më pro-amerikan bot. Nga e vërteta e nërshme del vetëm puna, dhe nga puna del vetëm e vërteta. Nuk ka të vërtet tjetër që thoni ju në për kanalet televizive. Kështu që mësoni nga i kombi madh, mësoni nga i burri madh, që duhet punosh, duhet djersisësh për të ecë përpara, për të mbajt familjen dhe për të forcu shtetin. Respekt e presidentit Trump dhe ju mësoni nga i burr.